Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi edhe sot dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke paralajmëruar se protestat nuk do të ndalen deri në largimin e tij. Në një konferencë me gazetarët, Berisha paralajmëroi liderin e mazhorancës Rama për reagimin e opozitës, duke hequr paralele me 20 shkurtin e vitit 1991, kur qytetarët e Tiranës rrëzuan shtatorin e diktatorit Enver Hoxha. Ndaj dhe i them dhe njëherë, jep dorëheqjen me njëherë. Jep dorëheqjen sepse do të dorëheqin dhe mos harro kur 20 shkurtin, se çfarë din shqiptar të bëjnë me kultet e rreme, me kultet satanike. Pra jep dorëheqjen. Kreu i Partisë Demokratike kritikoi gjithashtu vonesën e parlamentit në shqyrtimin e kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke e konsideruar këtë veprim në kundërshtim me kushtetutën e vendit. Përpjekja që bën Edi Rama me Lubi Ballukun për të bllokuar procesin e drejtësisë përbën një krim permanent, krim në vazhdim për të dy ata. Ai përsëriti kërkesën e Partisë Demokratike për krijimin e një qeverie teknike, duke sqaruar kushtet e Partisë Demokratike për këtë proces, përgatitja e një procesi zgjedhor të drejtë dhe mosbllokimi i drejtësisë. Për ne rëndësi vendimtare ka përgatitja e një procesi zgjedhor të drejtë dhe mosbllokimi i drejtësisë, i ligjit dhe kushtetutës. Dy janë kushtet. Jo si sot që një njeri merr të gjitha pushtetet në një dorë, merr dhe vlerësimin e provave, thotë se urdhra që kam dhënë me mesazhe nuk janë prova, nuk janë urdhra. Dëgjoni tani çfarë. Berisha deklaroi se opozita do të mobilizohet në demonstrata kombëtare përpara datës 20 shkurt, duke theksuar se mbledhjet dhe konsultimet me partitë opozitare janë në proces për të përcaktuar datën dhe formatin e protestës. Do përcaktohet, por ka mundësi para datës. Do nuk është përcaktuar. Sot fillojnë konsultimet, do përcaktohet, do e njoftojnë. Por do ketë pa diskutim protest. Nuk heqim dorë ne jemi tani, e kemi thënë dhe përpara këtë. Ne strategjia jonë është protesta dhe. Kreu i Demokratëve komentoi gjithashtu edhe propozimin e lëvizjes Shqipëria bëhet që kërkon pjesëmarrje në protesta pa flamuj partijak. Ne nuk kemi asnjë pretendim që partia mundësia të mos vinë protest me flamurin e vetë. Të gjitha partitë, të gjitha të vinë me simbolit e tyre. S'ka ndonjë, çfarë ka rëndësi themelore? Them unë, ka rëndësi vërtetësia si opozit, e vërtet. Protesta e opozitës e lidhet me hetimet e SPAK-ut që përfshin kupolën qeveritare dhe veprimet e kryeministrit ndaj institucioneve të drejtësisë. Megjithatë, edhe Berisha është përballur me akuza për rastin Partizani, të cilat ai i konsideron të pabazuara. Kjo është të krahasosh të pakrahasueshme, absolutisht të pakrahasueshme. Pra, ndaj meje është krijt një akuzë pa baza, totalisht pa baza. Por unë kam respektuar me rigorozitet të gjithë procedurën.